Sa i takon rikthimit të çmimeve në nivelet e parakrizës, siç e thash, ne kemi ngritur bordin e transparencës në të cilin ne përcaktojmë çmimet ditore apo disa ditore në varësi të luhatjeve të bursës të karburanteve. Bordi i transparencës nuk ka një afat të përfundimit të aktivitetit, që do të thotë që ne do ta mbajmë bordin të ngritur derisa çmimet të stabilizohen në nivelet e parakrizës. Kjo është një garanci që ndryshe nga ç'ndodh në përgjithësi në momente kur rriten çmimet, kur çmimet rriten dhe pastaj qëndrojnë aty dhe nuk ulen më, edhe mbasi efektet që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve janë zhdukur, ne do të kujdesemi që çmimet e karburanteve të rikthehen në nivelet e parakrizës. Sigurisht, nëse bursat do të rikthehen në nivelet e parakrizës, sepse neve nuk jemi një vend prodhues i karburanteve, por jemi një vend importues i karburanteve. Dhe kjo është arsyeja pse jemi të ndikuar, pra çmimet janë të ndikuara nga konjunkturat ndërkombëtare të çmimeve.